Do me pjo dukët ma let jashtë, për sa ma let jashtë, se ata kanë thonë pleshtëshën venit me mija një thërë se një drenofil jashtet. Po, pjo dukët ma mira, nuk jetë rroga për para o konë nërështë, që ta i ma shtrajto atë që jetë o ma shtrajt, një banis 25 kvadrat e ki 500 euro. E këtu e kish pjenë taune, i ki kejtë tot. Në që dajmë jashtë, mos e se a i më konë gurbeti i mirë, këtë livdojt. Po, koha, atër koha o konë me dalë. Si e mba një mend këtë vend pas luftës, sidomos? Këtu pas luftën, të këtë janë konë ara, asë një shpi së konë. Shkrimtari nga Komoglava sjell një dimenzion të veçantë në jetën kulturore të fshatit. Përmes fjalës së shkruar, ai arrin të ruajë kujtimet, traditat dhe historitë që e karakterizojnë këtë vend. Si kalojnë të dielët këtë fshat? Shikoj, tashti ka ndryshuar situata, ka banor më pak, aktivitete më pak, këtë janë shpërndar njerëzit, kanë interesimet ndryshme jo prej. E përpara ka qenë shumë intenzive, thotë fshati ka funksionu vetëm në gatën e fshat. Dërsa tashti është pak më ndryshe, po dielët e kalojnë mirë sepse ka vinë mysafirë, shkojnë mysafirë, bisedohet për sende të mira, pamja e fshat është e bukur, janë shumë të sende që t'japin në frymëzim për të jetuar dhe për të punuar këtu. Nëse të kthej pas në kohë, si e mban mend fshatin dhe cili është ai kujtimi më i bukur ndoshta që je i lidhur me ta? Fshat Komoglava është një prej fshatra më të vjetra këtu, ka është fshat që nga antika, dhe përpara ka pas varfëri të madhe, sepse nuk ka është investu fare, s'ka pas rrugë. Unë kam kryer gjithë shkollën e mesme e kam, 2-4 orë rrugë kam bën rrugë për të shku në shkollë, sepse s'ka pas rrugë. Tësa tashti, po thuj, nuk ka rrugë të pashtruara të shtëpit moderne, shtëpit me qërpet që kanë qenë përpara, janë hequr. Në aspektin e shkollimit ka përparuar shumë, sepse tashti shkollon po thuaj të gjithë, çdo njeri që ka dëshirë për të shkolluar ai ka dhe mundësit, ndërsa kur kam qenë fëmijë kemi qenë gishta njerëz që janë shkolluar, ka pasur edhe intelektual që ka njohur Kosova, ka qenë vend ku ka pas në ato vite ka pas gazetë të fshatit, ka pas shoqëri kulturore artistike, ka pas shumë docente që në fshat, shumë në fshat e Kosovë kanë munguar, ndërsa këtu kanë